Dje rreth orës 15:10 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar nga Qendra Urgjente Gostivar është denoncuar se tek ata është sjell një i mitur me lëndim në dorë. Punonjësit e policisë kanë dalë në vendngjarje dhe është konstatuar se bëhet fjalë për një 8 vjeçar nga fshati Vrapçisht i Gostivarit, i cili ka marrë lëndime pasi i ka shpërthyer një fishek zjarr në dorë. Pas ndihmës së dhënë për shkak të seriozitetit të lëndimeve, ai është transferuar në kompleksin e klinikave në Tereza në Shkup, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm rreth orës 22:40 në udhëkryqin e rrugës Jane Sandanski me rrugën Boris Kidriç në Tetov, punonjësit e policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria AS 25 vjeç nga fshati Selc, pasi që tek ai është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 22:30 në bulevardin Vëllezërit Gjinovski në Gostivar, punonjësit e policisë nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Gostivar privuan nga liria MP 39 vjeç nga Gostivari, pasi që është sjell në mënyrë agresive dhe ka sulmuar fizikisht një punonjës policie gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në periudhën nga ora 14:40 deri në orën 19:15 në Tetov, në lokacione të ndryshme, punonjësit e policisë nga SPB Tetov arrestuan personat AM 34 vjeç, NF 53, të dy nga Tetova dhe NJ 40 vjeç nga fshati Selc e Tetovës, pasi që tek ata është i gjetur dhe konfiskuar një sasi e madhe mjetësh piroteknike. Pas dokumentimit të plot të rasteve, ndaj tyre do të vijojnë kallëzime përkatëse. Dje rreth orës 13:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, RE 32 vjeç nga Dobërdolli i Gostivarit ka denoncuar se në oborrin e shtëpisë familjare ka dëgjuar të shtëna, ndërsa më vonë ka vërejtur dëmtim në tavanin e automjetit të pasagjerëve BMW me targa zvicerane, pronë e bashkëshortes së tij, nga një plumb i padestinuar. Kqyrje në vendin e ngjarjes e ka kryer një ekip i Departamentit për Punë të Brendshme Gostivar. Mbrëm rreth orës 23:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 30 vjeçare nga rrethina e Tetovës ka denoncuar se rreth orës 22:35 në një automjet në rreth rrotullimin e rrugës Ilinden me rrugën Iliria në Tetov, ajo dhe miku i saj, LB 41 vjeç nga Tetova, janë sulmuar fizikisht nga ishi dashuri i saj, ED 30 vjeç nga rrethina e Gostivarit. Gjithashtu në orën 23:50 në departamentin policor Kamjan, ED 30 vjeç ka denoncuar se rreth orës 23:30 në Tetov është sulmuar fizikisht nga LB nga Tetova, i cili ishte bashkë me ish të dashurën e tij, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.